Jo po do e bëjnë europianët, jo po amerikanët, jo po ndërkombëtarët. Shqipërinë nuk e bën asnjë nga këta. Shqipërinë do ta bëj Erioni. Erioni me Erioni. Ndajeni dhe fiksojeni në mendjen tuaj që Shqipëria do të bëhet nga shqiptarët dhe njerëz punëtor si Erioni. E kam fjalën për Erion Braçën, jo Erion Velia, se Erion Velia e bëri e çoi 2 milion pemë Tiranën, madje edhe po zaponte edhe gjithë pjesën tjetër e Shqipërisë. Po Erion Braçë është ai që ka kap filmin e gjithë problemeve që ka Shqipëria dhe Tirana, kryesisht pasi këto kohë të fundit ka ardhur në Tiranë. Erdha sot në mëngjes në Astir sepse Astir. Nga censusi që po bëjmë në po bëj census. Se bëni census po bëni këtë. Pa fund. Përshëndesin, ka fanca shumë gjithandaj. Nuk janë aty, nuk bëjnë aty. Po, pse këtë? Dhe këtu në Astir, jo vetëm që gjitha njerëzit që janë të regjistruar ke njësia 5, por kuptova dhe problemin që ka si edhe ta atje. Në shkolla, kopshti, mbi të gjitha i fëmijëve. Bravo. Që i Mungesë dëshirojnë të lëvizin nga këtu në njësin numër 5. Të bëjmë pasaportizimin atje më qartë. Sepse në Astir nuk ka shkollë, në Astir nuk ka kopësht. Normalisht gjithë ta banorë që jetojnë këtu. Bravo, Braçi, bravo. Detyrohen të vinë nga pallati me shigjeta. Shkojnë Durrës. Në shkollë ka nga që shkojnë bëj shkollën. Në çdo kopësht që ka ajo pjesë e njësisë 5. Madje tani që hap tuneli Murrizi shkojnë edhe në Peshkopi, në Bulqiz. Bëjnë kopshën dhe vjen. Mbi popullimi i shkollave dhe kopshteve në njësi numër 5, po edhe njerëzit në fundin më shumë se sa një orë e gjysmë. Po më për 20 minuta shkon deri në Bulqiz tani, tani që hap tuneli. Për të kthyer. Ke gabim ke informacion të pakët. Këtë mandë, nuk i jap ditu. Natyrisht që duhet të kenë plan dhe logjik. Logjika është shkolla, kopshi, poliklinika. Po më Braçe, po bravo. Kjo është për të vlerësuar Braçe me këtë që bëri, me këtë që tha, me oponencën që ka bërë dhe bën gjithmonë her pas here, është për të vlerësuar si njëri opozitar brenda pozitës, brenda mazhorancës, brenda qeverisë, është njeriu që bën më shumë oponencë, le të themi, dhe bravo qoftë. Por këtë që thot Braçe ne kemi dëgjuar prej vitesh. Më Braçe, sa vite u bë shumë vite që i dëgjojmë këto, i kemi dëgjuar edhe nga ai adashi jot që sot është duke vuajtur atje brenda tek burgu, por thot që për shkak të burgosjes tij politike ka ngelur shumë punë tjera pezull në Tiranë dhe prandaj nuk e mbërë këto shkollat, se ishte momenti fiks apo i bonte këto shkollat ky, e arrestuante me çunat e para. Por gjithsesi un kam shpresa tek Erioni, tek Erion Braçi, jo ke ai tjetër se ai tjetri. Hongri fiqe dhe por gjithsesi un kam një thirrje për Ramën, pse ka lënë Braçën gjithë këto vite rrugëve, sa Berat, sa Divjak, ta kishte prunë në Tiranë, aty ku është gjithë përqendrimi jo vetëm shqiptarëve, por edhe këtyre ndërkombëtarëve dhe turistëve. Ta kishte pru një herë në Tiranë, ta kishte kuptuar një herë realitetin, ta kishte kuptuar Orana, siç e kuptoi Braçja, realitetin brenda 2 javë Braçja në Tiranë, e zgjidh gjithë situatën që ti s'po e zgjidh dot për 3 mandate. 3 mandate kërkon 4. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për Partinë Socialiste. Nuk e di se mendoj ato komentet që do mbinë dhe do filloj të besoj edhe këto që po them, por gjithsesi unë them si këshill dhe sugjerim timin maje deputet Braçë në Tiranë, se mandatin e 4 e ke, jo vetëm mandatin e 4, për 5, 6 dhe mojë frym Tirana, se e bëni këtë tjetër vetëm e pemë, s'po mojë do të frym. Shohim një lloj prioritete tjetër, shohim që ekziston dhe ky Astiri ose vendet e tjera periferike, le të themi Tirana, se Tirana është bërë shumë e madhe, ka shku Tirana në Durrës, ka shku Tirana në Elbasan, ka shku në Peshkopi, në Bulqiz. Pra, siç thonë edhe njerëzit që edhe vetë Peshkopia është bërë si një lagje e Tiranës, siç tha dhe Braçja, pra që për një orë të shkosh tek një shkollë tjetër brenda Tiranës, më shpejt shkon tek qafa Murrizit ose në Bulqiz, Peshkopi, në Burrel e vendet tjera, në veri të Shqipërisë. Por për Braçën unë me qenë se arriti të gjej të problemit e ngërçin kaq të madh që ka me mungesën e shkollave, institucione arsimore, shëndetësore në për zona ndryshme në Tiranë, kam edhe unë një dilemë tjetër është jetike, Braçë, thjesht një pyetje për ta mbyllë të video, por si ka mundësi se byregu për shembull bën 600 lekë
ndërsa dhalli bën 500 lekë. Kjo ka qenë ajo dilema ime për sot, këto kohë të fundit. Ndoshta nesër më bën një pyetje tjetër. Qofse ke mundësi ose dikush nga ju t'ia çoj pak këtë pyetje, thjesht. Gjithsesi e për të vlerësuar. Përshëndes.